e kontraktu 4 ura. 5 vjet qeveri o marru ura Saradronit edhe ura Badovcit. Ura mbi lumin Iber për ty. Çka thot ura Rugoves? Çka thot ura e A mund të përmbyll si kryve së kondat lutnem. Ne kemi pas shumë të lashe me kontratat e para pandemisë. Përveç se kanë ndryshuar çmimet, janë kontrata cilat ka qenë shumë e vështirë dhe të shkputen dhe të disfavorshme për shkak të penalizimeve financiare për shtetin. U përmendet rruga Doz Zhakov. Leoni them një gjë. Përveç se nuk kanë kryer shpërndësimet në atë rrugë, është bë projekt ku mungojnë 4 ura. Ne kemi projektu e kontraktu 4 ura pas kemi Me fol për ura, ku në këtë 5 vjet qeveri o marru ura Saradronit edhe ura Badovcit me 3 vjet. Ko, domethënë kjo është absurde. Jo, nuk është banalizim, kjo është realitet. Çka thot ura mbi lumin Iber për ty? Çka thot ura Rugoves? Çka thot ura e A mund të përmbyll si kryve së kondat lutnem. Domethënë ka fol për planet fezibilitetit, nëse një partije politike që ka pas 51% i vyn 5 vjet me u marr me planet vizibilitetit e me shpërndësime, atëra duhet presim nga 10 vjet tjera për me fillu me i ndërtu këto rruga. Kjo është absurde, infrastruktura e Kosovës duhet me u ngry shpejt. Nëse mundem fundit për këtë pjesë, nëse mundem fundit për këtë pjesë. Vetëm rasti i rrugës Kiev-Zahaç tregon se si ju keni qeverisur në infrastrukturë. Ne kemi gjetur atë projekt gati në tenderim me 247 milion euro planifikim financiar. E kemi riprojektu, ritenderu, sot duhet të bëjmë me 90 milion euro. Pra 150 milion euro kursim në një projekt. Dhe pikërisht zoti Demhajsa për këto që foli është projekti në infrastrukturë. Ju fare nuk keni punuar në plane fizibiliteti, në plane strategjike, në ligje e krim sistemi. Eliza po pret, po të përmenem. Ajo rrugë ka qenë projektume edhe me fond të rezervume. Këta e kanë këthyn pikën 0. Edhe në pikën 0, tash po flasim për 2025-ën, kur këta kanë ardhur në pushtet në 2020-ën, edhe ajo rrugë sot, domethënë është mizerje. Mizerje është rruga që shkon drejtim të Klinës, e tash që ka filluar prej Klinës drejtim të Peshkut. Është mizerje. Mizerje domethënë është ajo rrugë. Ta flasin për shifra, nuk e dim derisa të shkon në Pej, ajo rrugë sa më ka me kushtu Kosovës, sepse jemi mësuar. Eliza dhe Albani. Pak sekonda. Jemi mësuar me po aneks kontrata, sikur rrugën Prishtinë po do jep, mu shtu koqato miliona, e pas nevojë prokuroria me i ftu ministra dhe vendministra e mos planifikimi si duhet. Kontratat që kemi trashëguar janë problemi i qeverisë tonë. Jo kontratat tona që kemi filluar. Faleminderit. Valon edhe Artan.